Gjoni u përpoq të përshkruante diçka që nuk dukej se i përkiste kësaj bote. Një det i të i dukshëm si kristali, i përzier me zjarr, përpara fronit hyjnor. A ishte thjesht një vizion simbolik apo përshkrimi literal i një realiteti qiellor të pamundur për t'u kuptuar? Deti prej qelçi shfaqet në momentet më intensive të zbulesës dhe mund të fshejë një kuptim që ndryshon të gjithë interpretimin e profecisë. Qëndroni deri në fund sepse shpjegimi më i thellë shfaqet vetëm në zbulesën e fundit dhe regjistrohuni tashmë në kanal me zilen e aktivizuar për të vazhduar eksplorimin e mistereve të zbulesës. Deti prej qelçi në zbulesë, vizioni që tmerroi Gjonin, ai ishte pothuajse 90 vjeç. Ishte i vetëm në një ishull shkëmbor në mes të detit Egje, i mërguar me urdhër të perandorit Domician. Pa tempull, pa bashkësi, pa asnjë pritshmëri për të dalë prej andej me jetë. Gjoni, apostulli i fundit i gjallë, duke i harruar nga bota. Dhe ishte pikërisht në këtë vend të braktisjes totale që një derë u hap në qiell, dhe ajo që ai pa në anën tjetër ndryshoi përgjithmonë mënyrën se si e kuptojmë përjetësinë. Por para se të flasim për atë që Gjoni gjeti në anën tjetër të asaj dere, duhet të kuptoni se si arriti ai deri atje. Patmosi nuk ishte një destinacion. Ishte një dënim me vdekje i maskuar. Ishulli kishte vetëm 34 km2 shkëmb vulkanik, bimësi të pakët dhe erëra që nuk ndaleshin kurrë. Roma përdorte vende të tilla për të flakur njerëzit e bezdishëm pa koston politike të një ekzekutimi publik. Mërgimi në Patmos do të thoshte të vdisje pak nga pak, larg gjithçkaje, pa të drejtë mbrojtjeje apo apelimi. Gjoni u dërgua atje për një arsye të vetme, ai nuk ndalonte së foluri për Jezusin. Perandori Domician ishte ndryshe nga të tjerët. Ai nuk mjaftohej duke u thirrur Cezar. Kërkonte që të gjithë nënshtetasit e perandorisë ta adhuronin si Zot dhe Perëndi. Refuzimi i këtij adhurimi ishte krim tradhtie. Për të krishterët ishte e pamundur të bindej. Ata kishin tashmë një Zot. Dhe ai nuk ishte romak. Mendoni për situatën e Gjonit në atë moment. Ky njeri kishte ecur me Jezusin në rrugët e Galilesë. Ishte i pranishëm në darkën e fundit, i mbështetur pranë mësuesit, aq afër sa mund të dëgjonte frymëmarrjen e tij. Pa kryqëzimin nga afër, kur të gjithë të tjerët ikën. Vrapoi drejt varrit të zbrazët në mëngjesin e ringjalljes dhe ishte një nga të parët që kuptoi se çfarë kishte ndodhur. Dëshmoi ngjitjen në qiell me sytë e tij. Udhëhoqi komunitetet e krishtera për më shumë se 5 dekada. Dhe tani, në fund të jetës, ishte i mbyllur në një ishull ku askush nuk e dëgjonte zërin e tij. Izolimi nuk zgjati ditë. Zgjati muaj. Ndoshta vite. Vlerësimet historike sugjerojnë se Gjoni qëndroi në Patmos midis viteve 90 dhe 95 të erës së Krishterë. Kjo do të thotë se ai kaloi vitet e fundit të jetës së tij i rrethuar vetëm nga shkëmbind, deti dhe heshtja. Pa vizita. Pa lajme nga kishat që themeloi. Pa e ditur nëse dishepujt e tij ishin ende gjallë apo ishin ekzekutuar. Ishte skena e përsosur për dëshpërim. Por ishte pikërisht aty ku gjithçka ndryshoi. Gjoni përshkruan se ishte në frymë në ditën e Zotit kur dëgjoi diçka pas tij. Nuk ishte një pëshpëritje. Nuk ishte një zë i butë. Teksti grek e krahason tingullin me një bor i lufte, lloji i instrumentit të përdorur për të thirrur ushtrit dhe për të lajmëruar mbërritjen e mbretërve. Ishte e pamundur të injorohej. Ishte e pamundur të ngatërohej me imagjinatën. Ai u kthye për të parë se kush po fliste. Dhe ajo që gjeti pothuajse e vrau. Nuk ishte një engjëll i zakonshëm. Nuk ishte një figurë eterike dhe ngushëlluese. Ishte vetë Krishti, por jo ashtu siç e njihte Gjoni. Flokët ishin të bardhë si lesh i pastër dhe dëbor. Sytë digjeshin si flag zjarri. Këmbët dukeshin si bronz i lëmuar, i nxehur në furr deri në pikën e shkrirjes. Zëri ishte si tingulli i shumë ujrave, jo një ujvar, por një oqean i tërë që fliste në të njëjtën kohë. Në dorën e djathtë, ai mbante 7 hyje. Nga goja i dilte një shpatë e mprehtë me 2 teje. Fytyra shkëlqente si dielli në mesditë, në pikën maksimale të intensitetit. Gjoni ra si i vdekur. Ky detaj është vendimtar dhe nuk mund të kaloj pa u vënë re. Apostulli që kishte më shumë afërsi me Jezusin se çdo qenie tjetër njerëzore e gjallë, që quhej dishepulli i dashur, që kishte mbështetur kokën në gjoksin e mësuesit gjatë ngrënies së fundit. Ky njeri nuk mundi të qëndronte në këmbë përpara lavdisë së zbuluar.
Njoja toksore nuk e përgatiste askënd për shfaqjen qiellore. Jezusi që Gjoni njohu duke ecur nëpër rrugët me pluhur të Palestinës tani shfaqej nëpër masën e tij të vërtetë. Dhe kjo përmas ishte shumë e madhe për t'u përballuar nga një trup njerëzor. Por ky ishte vetëm fillimi. Pasi mori mesazhe specifike për 7 kishat e Azisë së vogël, mesazhe që alternoheshin midis lëvdatave të ashpra dhe qortimeve të dashura, Gjoni dëgjon përsëri atë zëborje. Vetëm se këtë herë ai nuk vjen nga pas tij. Vjen nga lart. Kapitulli i 4 i zbulesës fillon me 4 fjalë që ndryshojnë gjithçka, një derë e hapur në qiell. Gjoni sheh lart dhe sheh një çarje në vetë strukturën e realitetit. Dhe zëri që ai tashmë e njihte thot diçka që asnjë qenie njerëzore nuk e kishte dëgjuar më parë me aq qartësi. Ngjitu këtu dhe do të tregoj gjërat që duhet të ndodhin. Menjëherë, teksti këmbëngul të theksoi se nuk pati ndonjë ndërprerje, Gjoni gjendet në frym përpara një froni. Ajo që ai sheh nga ky moment sfidon çdo përpjekje për përshkrim. Nuk ishte një fron i çfarëdoshëm. Teksti grek përdor fjalën thronos më shumë se 40 herë gjatë zbulesës, dhe vetëm në kapitujt 4 dhe 5 ajo shfaqet 20 herë. Gjithçka rrotullohet rreth këtij froni. Gjithçka ekziston në lidhje me të. Është qendra gravitacionale e të gjithë vizionit. Ai që ishte ulur nuk përshkruhet në formë njerëzore. Gjoni nuk sheh një fytyrë. Nuk sheh një trup. Sheh ngjyra. Pamje si prej diaspri dhe sardoni, gur që variojnë midis të kuqes së thellë të gjakut dhe të gjelbrës kristalore, varësisht se si kalon drita përmes tyre. Rreth fronit, një ylber që nuk kishte 7 ngjyra si tanët. Kishte vetëm një, të gjelbër smeraldi, duke rrethuar gjithçka si një halo drite e pamundur. Vetëtima dilnin nga froni. Bubullima dilnin nga froni. Zëra dilnin nga froni. Nuk ishin fenomene natyrore. Ishin shprehje të vazhdueshme të fuqisë dhe gjykimit që nuk pushonin as për një çast. Përpara fronit, 7 pishtar zjarri digjeshin përhershëm, të identifikuar si 7 frymërat e Perëndisë. Intensiteti vizual dhe akustik ishte aq ekstrem sa Gjonit ju desh të përdorte krahasime për të provuar të transmetonte minimalisht atë që po përjetonte. Dhe pastaj ai sheh poshtë. Ajo që ai sheh përpara fronit paralizon narrativën. Kishte një det. Por nuk ishte ujë. Gjoni e përshkruan si një det prej qelçi i ngjashëm me kristalin. Një sipërfaqe e lëmuar, e ngurtë, e të dukshme, absolutisht e palvizshme, duke u shtrirë përpara fronit si një dysheme e pafundme. Asnjë val. Asnjë lëkundje. Asnjë lëvizje e asnjë lloji. Në leximin e parë, kjo imazh mund të duket thjesht një detaj poetik. Diçka e bukur, por dytësore. Një element dekorativ i vizionit qiellor. Ky interpretim nuk mund të ishte më i gabuar. Për të kuptuar pse Gjoni u tmerrua, dhe ai u tmerrua, duhet të kuptoni se çfarë do të thoshte deti për një hebre të shekullit të parë. Dhe kjo ndryshon absolutisht gjithçka. Deti ishte tmerr absolut. Në kozmologjinë hebraike, deti nuk ishte thjesht një sasi e madhe uji. Ishte simboli suprem i kaosit primordial, i forcave të papërmbajtshme që ekzistonin para krijimit dhe që vazhdimisht kërcënonin të shkatëronin rregullin e vendosur nga Perëndia. Në librin e Gjenezës, para se të ekzistonte çdo gjë, fryma e Perëndisë lëvizte mbi sipërfaqen e ujërave. Humnera ishte e errët, pa formë, armiqësore. Krijimi ishte pikërisht akti i vendosjes së rregullit mbi këtë kaos ujor. Monstrat e Biblës banonin në det. Leviatani, i përshkruar te Jobi si një krijesë që asnjë njeri nuk mund ta zbusë, jetonte në thellësi. Psalmet flasin për Perëndin që shtyp kokat e Leviatanit. Profeti Isaia përmend shpatën e Zotit që godet dragojnë që është në det. Për hebrejt, oqeani nuk ishte vend aventure apo tregtie. Ishte vendi ku banonte rreziku. Konsideroni gjithashtu përvojën historike të Izraelit. Hebrejt nuk ishin një popull lundrues. Ndërsa fenikasit zotëronin rrugët detare të Mesdheut dhe ndërtonin perandori tregtare, izraelitët preferonin tokën e fortë. Deti ishte pengesë, jo rrugë. Kur populli iku nga Egjipti, deti i kuq përfaqësonte vdekje të sigurt, 400.000 njerëz të zënë në kurth midis një ushtrie dhe një humnere. Perëndis ju desh të hapte ujërat që ata të mbjetonin. Kur Jona u përpoq të ikte nga prania e Zotit, u gëlltit nga deti dhe kaloi 3 ditë në barkun e një peshku. Deti ishte vendi ku gjërat dilnin nga kontrolli njerëzor.
Tani kthehuni te vizioni I Gjonit. Ai është përpara fronit të Perëndisë së plotfuqishëm. Vetëtima dhe bubullima shpërthejnë vazhdimisht. Krijesa të pamundura rrethojnë vendin. Pleq të kurorzuar prostrohen në adhurim. Dhe pikërisht aty, përpara gjithë kësaj lavdie, ekziston një det. Vetëm se ky det është krejtësisht I palvizshëm. Nuk ka val. Nuk ka trazim. Nuk ka as edhe një lëkundje të vogël në sipërfaqe. Deti që tmeron njerëzimin që nga fillimi I kohërave është I palvizshëm si qelçi ngurtë, I tejdukshëm si kristal I pastër, duke pasqyruar lavdinë e fronit si një pasqyrë e pafundme. Gjoni nuk po sheh Perëndin duke luftuar kundër kaosit. Po sheh kaosin tashmë të mposhtur, të thyer, të heshtur, të shndërruar në dy sheme dekorative. Ky perceptim nuk ishte ngushëllues në kuptimin e zakonshëm të fjalës. Ishte tmerrues në një mënyrë krejtësisht tjetër. Sepse zbulonte një nivel fuqie aq absolut sa I shndërronte të paparashikueshme në statike, kërcënuese në ornamentale, të papërmbajtshme në mobilje qiellore. Deti prej qelçi nuk lëvizte sepse nuk kishte leje të lëvizte. Heshtja e asaj sipërfaqeje komunikonte më shumë se çdo stuhi mund të komunikonte. Ishte qetësia e sundimit total. Paqja që vjen jo nga mungesa e kërcënimeve, por nga autoriteti I plot mbi të gjitha ato. Por Gjoni ende nuk kishte parë gjithçka. Rreth detit prej qelçi dhe fronit, ai vren krijesa që intensifikojnë çuditshmërinë e skenës në një nivel pothuajse të papërballueshëm. 4 qenie të gjalla zinin pozicione rreth fronit. I pari kishte pamjen e një luani. I dyti të një viçi. I treti kishte fytyrë njeriu. I katërti dukej si një shqiponje në fluturim. Secili kishte 6 krah. Dhe këtu vjen detaji më shqetësues, ata ishin të mbuluar me sy. Përpara. Mbrapa. Brenda. Jashtë. Sy kudo. Këto qenie nuk flinin. Nuk pushonin. Nuk ndaleshin. Ditë e natë, pa asnjë ndërprerje, përsëritnin të njëjtat fjalë: Shenjt, shenjt, shenjt është Zoti Perëndi, I plotfuqishmi, që ishte, që është dhe që do të vijë. Çfarë do të thotë të kesh sy nga të gjitha anët? Do të thotë se absolutisht asgjë nuk I shpëton vëzhgimin. Asnjë detaj. Asnjë sekret. Asnjë qëllim I fshehur. Këto qenie jo vetëm adhurojnë, ato dëshmojnë. Ato shohin gjithçka. Dhe rrethojnë fronin dhe detin prej qelçi, duke krijuar një atmosferë vigjilence totale që I shtohet tejdukshmërisë së vetë detit. Në atë vend, asgjë nuk është e fshehur. Asgjë nuk mund të fshihet. Gjoni vren gjithashtu 24 pleq të ulur në 24 frone më të vegjël, duke formuar një rreth fronit qendror. Të veshur me të bardha, me kurora ari në kokë, ata dukeshin si figura autoriteti. Por sa herë që 4 qenjet e gjalla shpallnin shenjtërinë e Perëndisë, pleqt bënin diçka të jashtëzakonshme, ngriheshin nga fronet e tyre, prostroheshin me fytyrë në tokë dhe hidhnin kurorat e tyre përpara fronit qendror. Vëreni dinamikën që Gjoni po dëshmon. Edhe të kurorzuarit përkulen. Edhe ata që morën nder pranojnë se nderi I tyre është I derivuar, I huazuar, I përkohshëm. Kurorat nuk u përkasin atyre. I përkasin atij që është ulur në fron. Dhe ata insistojnë t'i kthejnë ato vazhdimisht. Askush nuk mbetet I lartësuar përpara të shumë lartit. As edhe të lartësuarit. Dhe e gjithë kjo ndodh mbi detin prej qelçi. Kaosi I zbutur shërben literalisht si dy sheme për adhurimin e përjetshëm. Ajo që tmeronte breza të tërë tani është vetëm sipërfaqe ku të shpëtuarit shkelin. Por historia e detit prej qelçi nuk përfundon në kapitullin e 4. Në kapitullin e 15 të zbulesës, Gjoni e sheh këtë sipërfaqe përsëri. Dhe diçka ka ndryshuar drastikisht. Deti prej qelçi tani është I përzier me zjarr. Skena është edhe më intensive se e para. Gjoni përshkruan njerëz që qëndrojnë në këmbë mbi det, jo pranë tij, por mbi të. Ata identifikohen si fituesit mbi bishën, ata që I rezistuan presionit të sistemit botëror, që nuk adhuruan imazhin e Antikrishtit, që nuk morën shenjën e tij në dorë apo në ball. Ata mbajnë harpa dhe këndojnë. Por nuk këndojnë çfarëdo këngë. Këndojnë këngën e Mojsiut dhe këngën e qengjit njëkohësisht. Një këngë që bashkon beslidhjen e vjetër dhe të renë, eksodin nga Egjipti dhe shpëtimin në Krishtin, çlirimin nga skllavëria fizike dhe çlirimin nga skllavëria shpirtërore.
Teksti lartëson veprat e Perëndisë si të mëdha dhe të mrekullueshme, rrugët e tij si të drejta dhe të vërteta. Çfarë do të thotë zjarri i përzier me qelçin? Kjo pyetje ka angazhuar studiuesit për shekuj. Disa interpretime sugjerojnë se zjarri përfaqëson gjykimin. Deti tashmë i zbutur tani edhe pastron. Të tjerë shohin një lidhje të drejtpërdrejtë me eksodin e Izraelit, kur populli kaloi detin e Kuq ndërsa një shtyllë zjarri i udhëhiqte gjatë natës. Uji dhe zjarri së bashku do të përfaqësonin shpëtimin dhe mbrojtjen e një koshme. Por ekziston një mundësi tjetër edhe më mbreslënëse. Zjarri brenda qelçit mund të tregojë se deti nuk u dominua thjesht, u transformua. Ajo që përfaqësonte kërcënim kaloi në instrument aktiv të lavdisë së Perëndisë. Kaosi nuk u hesht vetëm. U konvertua. U shpërblye. U integrua në skenën qiellore si pjesë e vetë shfaqjes hyjnore. Dhe kush qëndron në këmbë mbi këtë det prej qelçi dhe zjarri? Njerëz që fituan. Nuk fituan me forcën e tyre. Nuk fituan me strategji politike apo ushtarake. Fituan me këmbëngulje. Me besnikëri. Me refuzimin për të mohuar atë që e dinin se ishte e vërtet, edhe kur ky refuzim kushtonte gjithçka. Deti që më parë simbolizonte tmerrin tani shërben si platformë për të shpëtuarit. Ata literalisht shkelin mbi kaosin e mposhtur ndërsa adhurojnë Perëndin që fitoi për ta. Ky përmbysje është shumë e fuqishme për t'u injoruar. Por nga vjen ky imazh i detit përpara fronit? Apo e shpikte Gjoni? Ishte imagjinat e pastër profetike? Apo ekzistonte diçka në historinë e Izraelit që përgatiste rrugën për këtë zbulesë? Përgjigjja gjendet në tempullin e Salomonit. Në librin e mbretërve të parë, kapitulli i 7, gjejmë përshkrimin e detajuar të një objekti të jashtëzakonshëm. Gjatë ndërtimit të tempullit në Jeruzalem, Salomoni urdhëroi prodhimin e një legeni gjigant prej bronzi që mori një emër specifik, deti. Kjo strukturë kishte për masa mbreslënëse. 5 kute lartësi, afërsisht 2 metra e 20 centimetra. 10 kute diametër, rreth 4 metra e 40 centimetra. Buzët ishin të punuara si një lule zambaku e hapur. Kapaciteti ishte 2000 bat, diku rreth 40.000 litra ujë. Deti prej bronzi qëndronte i mbështetur mbi 12 që, gjithashtu prej bronzi, të grupuar në grupe prej 3, secili grup i kthyer drejt një drejtimi kardinal, veri, jug, lindje dhe perëndim. Ishte një vepër inxhinierie dhe arti e jashtëzakonshme për kohën. Për çfarë shërbente ky det? Për pastrim ritual. Priftërinjt duhej të laheshin para se të shërbenin në tempull. Duhej të ishin ceremonialisht të pastër për të hyrë në praninë e Perëndisë. Uji i detit prej bronzi përfaqësonte përgatitjen, pastrimin, përshtatshmërinë për shërbimin e shenjtë. A do të ishte deti prej qelçi qiellor një version i lavdishëm i detit të tempullit? Mundësia është konsistente me të gjithë teologjinë biblike. Libri i Hebrejve shpjegon se tabernakulli toksor dhe si rrjedhoi tempulli ishte një kopje dhe hije e gjërave qiellore. Mojsiu mori udhëzime të detajuara për ndërtimin e tabernakullit sepse po riprodhonte në shkallë toksore dhe me materiale toksore, modele që ekzistonin tashmë në përmasën hyjnore. Nëse tempulli i Salomonit ndiqte këtë model, atëherë deti prej bronzi ishte një përfaqësim i papërsosur i diçkaje shumë më të madhe. Në qiell, deti nuk është prej bronzi. Është prej qelçi. Nuk përmban ujë që duhet ndërruar. Është i ngurtë, kristalor, i përhershëm. Nuk përdoret për pastrim të vazhdueshëm. Pastrimi është tashmë i plodh. Kjo tregon diçka teologjikisht revolucionare. Përpara fronit qiellor nuk ka më nevojë për rituale përgatitore. Shenjtëria nuk kërkohet, ajo është tashmë e vendosur. Deti prej qelçi nuk është mjet pune. Është monument. Dëshmi e përjetshme se kaosi u nënshtrua një herë e mirë dhe pastërtia u përmbush përgjithmonë. Ekziston edhe një lidhje tjetër që nuk mund të injorohet. Afërsisht 600 vjet para se Gjoni të kishte vizionin e tij në Patmos, një burr tjetër pati një përvojë jashtëzakonisht të ngjashme. Emri i tij ishte Ezekiel dhe ai ishte gjithashtu një i mërguar. Në kapitullin e parë të librit që mban emrin e tij, Ezekieli përshkruan një vizion të fronit të Perëndisë që përmban elemente paralele me ato që Gjoni do të shihte shekuj më vonë. Ai sheh 4 qenie të gjalla, secila me 4 fytyra dhe 4 krah. Mbi to, një hapësirë mbreslënëse e shndritshme si kristali.
Dhe mbi këtë hapësirë diçka e ngjashme me një fron prej guri safiri. Fjala hebraike që Ezekieli përdor për të përshkruar këtë hapësirë kristalore është rachia, i njëjti term i përdorur në Gjenez për kupën qiellore që Perëndia krijoi në ditën e dytë, duke ndarë ujërat e sipërme nga ujërat e poshtme. Ezekieli sheh një sipërfaqe të ngurtë, të shndritshme, që mban vetë fronin hyjnor. 2 profet. 2 mërgime. 600 vjet distancë. Dhe të dy përshkruajnë të njëjtin realitet, një sipërfaqe kristalore përpara fronit, qenie të gjalla me karakteristika shtazore dhe njerëzore, lavdi e papërshkrueshme që buron nga qendra. Deti prej qelçi nuk ishte shpikje e gjonit. Ishte zbulesë konsistente përmes shekujve. Perëndia u tregoi të njëjtën të vërtet njerëzve të ndryshëm në kohë të ndryshme, duke përdorur imazhe që mendjet e tyre mund t'i procesonin. Dhe mesazhi ishte gjithmonë i njëjtë, ekziston një fron mbi të gjithë fronet dhe përpara tij, kaosi është në paqe. Por çfarë do të thoshte ky vizion specifikisht për Gjonin në atë moment të jetës së tij? Ai ishte i burgosur në një ishull me urdhër të një perandorie që dukej absolutisht e pamposhtur. Roma sundonte të gjithë botën e njohur, nga Britania e Akullt deri në Egjiptin përvolues, nga Hispania në perëndim deri në Mesopotami në lindje. Ushtritë e saj ishin të pamëshirshme. Burokracia e saj arrinte në çdo fshat dhe çdo qytet. Sistemi i saj fetar kërkonte adhurimin e perandorit si kusht bazë për të marrë pjesë në jetën civile. Të krishterët që refuzonin të digjinin temjan përpara statujës së Domicianit trajtoheshin si tradhtar. Humbnin punën. Humbnin pronat. Humbnin familjet. Shumë humbnin jetën. Nga pikpamja njerëzore, kaosi po fitonte. 7 kishat e Azisë së vogël që Gjoni njihte dhe donte përballeshin me presione të paimagjinueshme. Efesi kishte humbur dashurinë e parë. Smirna vuante persekutim të dhunshëm dhe varfëri ekstreme. Pergamoni toleronte mësues të rrem. Tiatira po joshej nga një profetesh e rreme. Sardi kishte emër se ishte i gjallë, por ishte shpirtërisht i vdekur. Filadelfia mbetej besnike, por e dobët. Laodicea ishte e vakët, as e nxehtë as e ftohtë, duke e mbajtur veten për të pasur kur në fakt ishte e mirë dhe e verbër. Bota dukej krejtësisht jashtë kontrollit për çdo person që ndiqte Krishtin. Dhe pastaj Gjoni rrëmbehet në qiell. Sheh fronin. Sheh detin prej qelçi. Sheh kaosin e dominuar. Dhe kupton diçka që do të ndryshonte perspektivën e brezave të tërë të krishterësh. Ajo që duket e pakontrolluar në tokë është tashmë absolutisht e zgjidhur në qiell. Ky nuk ishte thjesht një vizion i bukur. Ishte një zbulesë strategjike e rezistencës shpirtërore. Të krishterët e përsekutuar nuk kishin nevojë të mposhtnin Romën me armë. Nuk kishin nevojë të pushtonin pushtetin politik. Nuk kishin nevojë të manipulonin sisteme apo të formonin aleanca me të fuqishmin. Kishin nevojë vetëm për një gjë, të mbeteshin besnik, duke besuar se realiteti qiellor ishte më i vërtetë se çdo dukje tokësore. Deti prej qelçi ishte prova vizuale e kësaj të vërtete. Nëse Perëndia e ka dominuar tashmë kaosin kozmik, atë kaos primordial që ekzistonte para krijimit, atëherë çfarë ishte perandoria romake përpara tij? Një fuqi e përkohshme. Një hije kalimtare. Një avull që shfaqet për një çast dhe pastaj zhduket. Nëse deti është i palvizshëm te këmbët e fronit, çfarë janë stuhitë e historisë njerëzore? Trazira sipërfaqësore. Val që nuk arrin fundin. Lëvizje që nuk ndryshon esencën. Nëse monstrat e humnerës janë tashmë të nënshtruar, çfarë mund të bëjnë sundimtarët e tokës që kundërshtojnë Perëndin? Mund të ulërinë. Mund të kërcënojnë. Mund edhe të vrasin trupin. Por nuk mund të prekin realitetin që Gjoni pa. Ky mesazh përshkoi shekujt si zjarr. Gjatë persekutimeve të shekullit të dytë dhe të tretë, të krishterët u dogjen si pishtar njerëzor në kopshtet perandorake, u coptuan nga bishat në amfiteatro për argëtimin e masave, u detyruan të punonin në miniera deri në vdekje nga raskapitja. Zbulesa lexohej me zë të lartë në katakomba si fjalë shprese. Froni mbetej. Deti vazhdonte në paqe. Qengji kishte fituar tashmë. Në mesjet, kur kisha institucionale u korruptua deri në pikën e shitjes së faljes përpara dhe u ngjilli duke i mbytur nga shtresat e traditës njerëzore, zbulesa tregonte drejt një pastrimi që do të vinte. Deti prej qelçi i përzier me zjarr kujtonte se Perëndia nuk do të toleronte shtrembërimet për gjithmonë.
Gjatë reformës protestante, kur njerëz si Luteri, Calvini dhe Zwingli sfiduan struktura shekullore duke rrezikuar jetët e tyre, vizioni i fronit qiellor u jepte guxim. Nëse autoriteti suprem i përkiste Perëndis, atëherë asnjë institucion njerëzor, sado i vjetër apo i fuqishëm të ishte, nuk mund të kërkonte bindje absolute. Dhe sot, pothuajse 2000 vjet më vonë, deti prej Qelçi vazhdon të flasë për çdo që ka vesh për të dëgjuar. Jetojmë në një kohë që duket e dominuar nga kaosi i përmasave globale. Informacione kontradiktore na bombardojnë çdo sekondë. Polarizimi ekstrem ndan familje dhe kombe. Krizat klimatike kërcënojnë të ndryshojnë fytyrën e planetit. Instabiliteti ekonomik bën që pasuritë të zhduken brenda natës. Luftërat që duhej të kishin përfunduar dekada më parë vazhdojnë të marrin jetë. Teknologjitë përparojnë më shpejt se aftësia jonë për t'i kuptuar apo kontrolluar ato. Për shumë njerëz, bota bashkëkohore duket si një det i trazuar pa pilot në komandë. Valët e ndryshimit përplasen me njëra tjetrën pa drejtim të dukshëm. E ardhmja është e pasigurt. E tashmja është e paqëndrueshme. E kaluara nuk ofron më harta të besueshme. Zbulesa ofron një perspektivë tjetër. Nuk e mohon ekzistencën e kaosit. Nuk e minimizon vuajtjen reale me të cilën njerëzit përballen. Nuk ofron zgjidhje të thjeshtëzuara apo eskapizëm fetar. Por zbulon një të vërtetë që mban shpirtin kur gjithçka tjetër dështon, ekziston një fron mbi të gjithë fronet. Dhe përpara këtij froni, deti është absolutisht në paqe. Deti prej Qelçi nuk është premtim se gjithçka do të shkojë mirë sipas kritereve njerëzore të komoditetit dhe prosperitetit. Është zbulesë se ekziston një rregull më i madh që nuk varet nga rrethanat që mund të shohim apo kontrollojmë. Qelçi kristalor nuk i eliminon stuhitë e jetës. Ai i vendos ato në perspektivë. Por këtu është diçka që shumë preferojnë të mos e konsiderojnë. Tmeri i Gjonit nuk ishte frikë nga shkatërimi. Ishte mahnitje përpara shenjtërisë. Ai kuptoi, ndoshta për herë të parë me qartësi të plotë, se ishte krejtësisht i ekspozuar. Deti prej Qelçi është i tejdukshëm. Pasqyron gjithçka. Nuk ekziston kënd i errët. Nuk ekziston cep i fshehur. Nuk ekziston hapësirë për të mbajtur sekrete, për të maskuar motivimet apo për të fshehur qëllimet. Përpara atij froni, e vërteta për çdo person mbetet absolutisht lakuriq. Sytë e qenieve të gjalla shohin gjithçka. Deti prej Qelçi zbulon gjithçka. Drita që buron nga froni ndriçon gjithçka. Nuk ekziston performancë e mundur. Nuk ekziston maskë që funksionon. Nuk ekziston version i edituar i vetvetes që mund të kalojë ekzaminimin e atij vendi. Kjo duhet të na shqetësoj, po aq sa shqetësoi Gjonin. Vizioni qiellor nuk është vetëm ngushëllim për të munduarit. Është konfrontim për të vetë kënaqurit. Është pasqyrë për ata që preferojnë të mos shohin veten. Zbulon se jetojmë përpara një perëndie që sheh çdo mendim para se të formohet, njeh çdo fjalë para se të shqiptohet dhe ka fituar tashmë çdo betejë para se të luftohet. Pyetja që mbetet nuk është nëse Perëndia ka fuqi. Është nëse jemi të rreshtuar me vullnetin e tij. Deti prej Qelçi nuk ishte dekorim qiellor. Ishte një deklaratë. Gjithçka që duket e pakontrollueshme në përvojën njerëzore, kaosi politik, pasiguria ekonomike, forcat natyrore që nuk mund t'i zbusim, rrethanat që i ikin kontrollit ton, është tashmë absolutisht e heshtur përpara fronit. Gjoni u kthye nga Patmosi me këtë imazh të gdhendur në shpirt. Dhe ajo mbajti breza të tërë të krishterësh të persekutuar që kishin nevojë të besonin se bota nuk ishte jashtë kontrollit. Sot, pothuajse 2000 vjet më vonë, zbulesa vazhdon të jetë libri më i keq kuptuar i Biblës. Shumë kërkojnë në të data për fundin e botës, kode sekrete të fshehura në shkronja, parashikime të detajuara që kënaqin kuriozitetin njerëzor për të ardhmen. Por ndoshta mesazhi më transformues nuk është te borit, te vulat apo te kupat e gjykimit. Ndoshta është që në fillim. Një det që nuk lëviz. Një kaos që është mposhtur tashmë. Një qetësi që zbulon më shumë për karakterin e Perëndisë se sa çdo stuhi mund të zbulonte ndonjëherë. Ajo që tmerron njerëzit tashmë i bindet krijuesit.